Unë jam Brejton Xhavara, kam mbaruar studimet e larta për gazetari, po ashtu edhe master profesional për gazetari investigative, që nga viti 2014 unë jam angazhuar si aktivist për çështjet e Romës dhe egjiptiane, kryesisht në Tiranë, në fusha ndryshme si strehimi, shëndetësia, aksesi në drejtësi. Pas kësaj angazhimi, le të themi, kam vazhduar studimet për gazetari. Ishte një gjë që mua më shtyu më tepër të mësoja rreth gazetarisë, pasi ne kishim shumë mungesë të theksuar praninë e një media në komunitet. Pra kur ne donim të tregonim për problematikat që kishin familjet e Romës dhe egjiptiane lidhur me strehimin, por ne nuk kishim një media, dhe kur ne i kërkonim që të vinin dhe të mbulonin një ngjarje, pjesa më e madhe e këtyre mediave nuk dënjonin të vinin, por kishte edhe nga ato media që vinin dhe nxjerrnin më shumë fenomene kulturore se sa nxjerrnin problematikën e vërtet. Pra çdo kamer fokusohej tek, le të themi, tek fëmijët që nuk kishin të veshur mirë, tek fëmijët që kishin një korë bukë në dorë, dhe nuk fokusoheshin tek problemi. Pra në atë kohë ne flisnin për çështjen e Selidës, ku 120 familje rome dhe jo rome priteshin që banesat e tyre të shembeshin nga qeveria asaj kohe, qeveria Rama 1, dhe me kryetar bashkie në ato kohë të Partisë Demokratike, por askush nuk e trajtonte në media këtë lloj problemi. Ky ishte një nga ato që më shtyu më tepër të vazhdoja studimet për gazetari, dhe gjatë kësaj kohe që unë edhe studioja, edhe punoja, edhe pasqyroja realitetin siç ishte në terren, fillova duke marrë më shumë eksperiencë lidhur me raportimin komunitar, raportimin e angazhuar, por edhe këto trajnimet që kam kryer brenda dhe jashtë vendit kanë shërbyer shumë për të forcuar më shumë dhe për të marrë më shumë eksperiencë lidhur me mediana për drejtat e njerëzit. Pak a shumë, kjo është një, le të themi, një bio e shkurtër e imja. Bu CHI podcast.